Vazhdojmë me ngjarjet në Shqipëri. Prokuroria e përgjithshme ka kërkuar nga Parlamenti heqjen e imunitetit parlamentar për ish zëvendës kryeministin Ilir Meta dhe ish ministrin e ekonomisë Dritan Prifti. Ky i fundit është akuzuar pasi në materialet që ka dorëzuar në prokurori lidhur me videon që lidhet me zotin Meta, është gjetur një tjetër filmim ku ai dhe zëvendësi i tij bisedojnë sipas prokurorisë për përfitime financiare të paligjshme dhe ndajnë mes tyre një shumë prej 70.000 eurosh. Njofton korespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero. E njëjta kamera me të cilën ish ministri Dritan Prifti ka regjistruar bisedën e bërë në zyrën e tij në mars të 2010-s me ish zëvendës kryeministrin Ilir Meta, duket se e ka zënë në kurth edhe atë vet. Sipas materialit që prokuroria ka dërguar në parlament për të kërkuar heqjen e imunitetit ndaj zotit Prifti, në kompjuterin që ai ka dorëzuar për hetimet lidhur me videon e bisedës me zotin Meta, është gjetur nga një ekspert amerikan dhe një tjetër filmim që me sa duket ish ministri kishte menduar se e kishte fshirë. Ky filmim i përket po marsit të 2010-s, gati një javë pas videos së parë dhe në të shfaqet vetë zoti Prifti duke biseduar me zëvendës ministrin Leonard Beqiri mbi përfitime financiare të parregullta që vijnë nga ushtrimi i funksioneve të tyre publike, sipas prokurorisë. Të dy më pas ndajnë mes tyre një shumë parash për 70.000 eurosh. Akuza për të cilën prokuroria kërkon hetimin e zotit Prifti është ajo e korrupsionit pasiv në bashkëpunim, ndërsa për zotin Meta prokuroria kërkon të hetojë për veprën e korrupsionit aktiv. Zoti Meta tha sot se do të kërkojë që kërkesa e prokurorisë të miratohet me shpejtësi nga parlamenti. I kërkoj kryetares parlamentit, zonjës Topalli, dhe këtë do t'ja nisot edhe me shkrim, vazhdim të deklarimit tim për lënien e imunitetit në mënyrë vullnetare, që të autorizoj me njëherë heqjen e imunitetit tim pa procedura parlamentare, në mënyrë që prokuroria të mos ketë asnjë justifikim për të thelluar dhe të përmbushur gjithë detyrimet e saj ligjore. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim këmbguli sërish se sipas tij video ishte një montazh, por sipas prokurorisë, përfundimet e ekspertit amerikan kanë nxjerrë që video është e patjetërsuar, ndërkohë që nuk është arritur pastrimi i sekuencave audio. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.